publike për vetëndosjen. Shqeqani, jo, ti për më shkesën, atër mësë me kështë përdër fjallë. Mësë me shdi fjallë të tua në gojtime. Ajo, konstatim, ishte konstatim. Për shumë në seancë, si pas regulore, dhe obligimit që kemi. Unë nuk kam pa ndonjë lëvizje për të pritur diçka më ndryshe nga seancat e kaluara. Besoj, ose më mirë me thanë, si duke do t'jetë për një të gjesur për partje. Për fakti që s'kam pa ndonjë lëvizje tjetër. Kështu që kjo është realiteti dhe sa të shumë. Do të abstenoni përsëri sot? Po, vota jonë është të kurrën e kaluar, edhe besoj që është një votë e cila është në përputhje me kushtetutën, me ligjin, edhe kështu do të vazhdoj të jetë, si e tillë. Çka metodë zoti Gjimaj? Cila është zgjidhja? Zgjidhja besoj unë është partia që ka të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit, do t'i bëjë gjitha përpjekjet e mundshme për të ndërtuar shumicën parlamentare. Shumica parlamentare nuk kupton koalicionin qeverisës, edhe për parlament, edhe për qeveri. Kështu ka ndodhur herën e kaluar. Shqeqani, jo, ti për më shkesën, atër mësë me kështë përdër fjallë. Mësë me shdi fjallë të tua në gojtime. Ajo, konstatim, ishte konstatim. Ajo që unë po thamë është, ju do të kuptoni që procesi ndërtimit të institucioneve gjithmonë ka marrë kohën e vetë. Kthej mbrapa dhe shqeqani 2014-2017. Nuk është që duke bënë e parë drama ose vonese. Për faktin sepse janë vonuar 2014-2017, sepse jashtë parlamentit janë ndërtuar marrëveshjet politike dhe pastaj me marrëveshje politike kanë shkuar ndërtuar shumicët. Besoj që kjo do të jetë rruga. Si do që të përfundojnë, në kush do që të ndërtoj shumicë, është vetëm rrugë që përmes marrëveshjeve politike të ndërtohet shumica në parlament, e cila shumicë do zgjedhë kryetarin edhe qeverinë. A jeni të gatshëm për një marrëveshje politike? Ajo çka ju dini qëndrimin e nisma do të jetë kontributin e vet maksimal për të evituar procesin e zgjedhjeve që është e panevojshme, po jo me çdo kusht. Në fundit, çdo sa ne ka një procesi ka përfundimin e vet. Do dënim, edhe është interesi në Kosovë që Kosova të ketë sa më shpejt institucionet e veta. Kjo është interesi qytetarëve, kështu kanë votuar qytetarët, kështu pret nevojat dhe kërkesat që kemi sot me shumë probleme, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë ka zgjidhje tjetër. Zgjidhjet tjetër janë zgjedhjet. Kështu që në çdo drejtim ne jemi këtu për të luajtur për të dhënë kontributin tonë në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës.